Një ditë, derisa hoxha dilte nga xhamia, e sheh një njeri të dehur me shishe të alkoholit në dorë duke ecur para xhamisë. "Ma jep atë shishe të alkoholit", i thot hoxha. "Çfarë të duhet shisha ime o hoxh, ty sapo dole nga xhamia?", ja ktheu njeriu i dehur. "Dua ta zbrazi brenda në xhami", i thot hoxha. "A nuk i frikëshohet Zotit, hoxh? Si mund ta zbrasësh alkoholin në shtëpinë e Zotit? Unë sa vite e pi alkoholin, por nuk më ka shkuar në mendje ta bëj një të keqe si kjo. Nuk ta jap shishen, unë i frikësohem Zotit", i thot njeriu i dehur. Pas këtyre fjalëve, hoxha i thot atij: "Ti nuk paske guxim ta zbrasësh një shishe alkoholi në xhami, në një objekt të ndërtuar nga dora e njeriut, e si paske guxim ta zbrasësh atë fëllësirë që quhet alkohol në trupin tënd që Allahu e krijoi për ta lartësuar dhe adhuruar atë." Pas këtyre fjalëve, njeriu të dehur ju dridh zemra. Filluan t'i dridhshin edhe duart nga frika e Allahut, e pastaj ju drejtua Allahut dhe tha: "Më fal o Allah, nuk do ta shkatërroj më trupin tim, këtë emanet të mrekullueshëm që ma ke dhënë. Prano pendimin tim, o Mëshirues."